Terapistja Renina Varfaj, psikoterapia shpesh e vetmja hapësirë ku emigrantët ndihen të dëgjuar e të kuptuar. Shqiptarët në migracion përballen me sfida të shumta emocionale, ngarkesa shpirtërore dhe tranzicione të vështira që shpesh mbeten të pashprehura. Terapistja shqiptare e Shtetit Bashkuara Renina Varfaj me mbi 18 vite përvojë në fushën e shëndetit mendor thekson se për shumë prej tyre psikoterapia është e vetmja hapësirë e sigurt ku mund të flasin lirshëm në të ndihen të kuptuar. Sipas saj, teknologjia dhe media ndonë se lidhin e migrantët me vendlinjen shpesh rrisin ndjenjën e presionit, krahasimit e të fajt. Ajo vë në tukje se emigracioni mbetet një nga tranzicionet më të rënda që përjeton individi, humbja e përkatësisë gjuhës, aftësisë familjare dhe përgjegjësitë të mëdha që mbartin shumë prej tyre, shpesh i pa dhënë vetes hapësirë për të përpunuar dhimbjen. Kjo sipas saj çon në ankth, depresion, izolim emocional apo varësi ndaj substancave. Varfaj paremëron se shenjat e mbingarkesës emocionale, lodhja kronike, nervozizmi, pagjumësia, ankthi dhe përdorimi i alkoolit shpesh normalizohen në diasporë, ndërsa duhet parë si thirrje për ndihmë. Themeluese e klinikës Waterside Wellness PLC në Shtetet Bashkuara e specializuar në trajtimin e varësive, traumave dhe tranzicioneve jetësore, Varfaj ka ndihmuar për vite me radhë qindra pacient nga radhët e diasporës shqiptare.